3 shenjat e horoskopit që do të bëhen me fëmijë gjatë vitit 2026. Në vend të parë, Gaforia. Gaforia është shenja më e lidhur me familjen, amësinë dhe kujdesin. 2026 do të jetë një vit shumë pjellor për të. Planetet aktivizojnë shtëpinë e familjes dhe të fëmijëve, duke sjellë dëshirë të fortë për të krijuar ose zgjeruar familjen. Shumë gafore do ndihen emocionalisht gati për këtë hap dhe do kenë stabilitet në marrëdhënie, gjë që e bën vitin ideal për shtatzani ose lindje. Në vend të dytë, Peshqit. Peshqit përjetojnë një periudhë të butë dhe shumë emocionale në 2026. Dashuria do të thellohet dhe lidhjet do të bëhen shpirtërore. Kjo shenjë udhëhiqet nga ndjeshmëria dhe instikti, dhe shumë peshq do ndjekin zemrën duke vendosur të bëhen prindër. Për çiftet e kësaj shenje, 2026 favorizon shtatzani të dëshiruara. Në vend të tretë, Demi. Demi hyn në një fazë stabiliteti dhe sigurie në 2026, çka është thelbësore për vendimin për të pasur fëmijë. Kjo shenjë kërkon baza të forta materiale dhe emocionale, dhe kur i ka nuk heziton të ndërtojë familje. Planetet i favorizojnë vendimet afatgjata, prandaj shumë dem do të bëhen prindër ose do planifikojnë seriozisht ardhjen e një fëmije.